Vitet e fundit janë shtuar rastet e dhunës në shkolla, ku pjesa më e madhe e tyre janë bullizëm apo dhunë psikologjike që nxënësit ushtrojnë ndaj moshatarëve të tyre. Shkaku kryesor i konflikteve besoj janë pikërisht rrjetet sociale, sepse aty ngacmohen, aty tallen, aty kërcënohen, aty përndiqen dhe këto pastaj përcillen në realitet. Sidomos kur jetojmë në komunitetet vogla, qytetet vogla siç është Korça, për shembull, që njihen me njëri tjetrin, e kanë shumë të thjeshta gjë njëri tjetrin. Zërave shqetësues për një rritje permanente të rasteve të bullizmit i shtohen edhe nxënësit, të cilët pranojnë faktin se ky fenomen ndodh gjithnjë më shpesh. Janë shtuar rastet e bullizmit më shumë, edhe në rrjetet sociale dhe në shkolla. Të rinjt nisin konflikte nga rrjetet sociale deri në dhunë fizike pastaj. Por nuk e di si tjetri ndihet ose ka problemet e tij. Dhe nuk është mirë që ta paragjykojmë apo të bullizojmë njëri tjetrin. Në jo pak raste nxënësit kanë kërkuar ndihmën e psikologut të shkollës, por kjo nuk është e mjaftueshme pasi nevojitet më tepër ndërgjegjësim për të rinjt. Bullizmi mund të ndodhë kudo dhe në çdo kohë. Prezenca ose jo e një mësuesi, prindi apo psikologu shkollor nuk eliminon mundësinë e ndodhjes së këtij fenomeni, por patjetër që mund të ndikojë në uljen e numrit të rasteve që ndodhin çdo ditë në shkollat tona. Specialistët e fushës theksojnë se një bashkëpunim i mirë mes prindërve, mësuesve dhe policisë do të ishte zgjidhja e duhur për minimizimin e këtyre rasteve.